Plazhi i Durrësit këtë fund korriku është të mbushur me pushues nga të gjitha viset shqiptare, por dhe me turistë të huaj, thuajse nga të gjitha vendet europiane më gjerë. Ditët e ngrohta dhe shijimi i freskisë së ujrave gjatë ditës shfaqen në një spektër tjetër kënaqësie në orët e mbrëmjes. Pas një ditje në rrezet e ngrohta të diellit, puhia e freskët e valeve të Adriatikut në mbrëmje është e veçantë. Rrugët e plazhit mbushen me pushues që ecin dhe bisedojnë për të shpirë gjymtyrët nga orët e gjata të kohës që kaluan në shezlong, duke thithur rrezë dielli. Në rrugët e zhurshme derdhet një lumë këmbësorësh të gjitha moshave. Fëmijët nxitojnë të gjejnë botën e tyre pranë këndëve të shumta të lodrave të mbushura në orët e darkës. Disa gjejnë botën e vet tek dysheket kërcyes, ku ëndrat e tyre marrin vrull për fluturime më të mëdha në vitet e rritjes. Disa përzjedhin nga bota prallave huajt magjik, ndërsa në varkën e madhe lundruese, të tjerë gjejnë lundrimin ëndër në një anije që lëkundet në një det me dallë. Plazhi në këtë orë ofron gjithçka, ku çdo moshë mund të gjejë çdo gjë për shijet e tija. Edhe shëtitje me varg, por dhe dot natën, ku ujë që ka thithur ngërësin gjatë ditës mbetet i ngrohtë deri vonë. Lokalet presin klientët e tyre duke joshur me menu të larmishme, ndërsa të rinj, djemë dhe vajza janë protagonistë të njohjeve të reja dhe flirtimeve. Plazhi dhe ëndrat e tyre tashmë janë në një sinkron të magjishëm.